pasuri botrore, park kombëtar, zonë Ramsar. Dhe nëse kjo do të ndodhi, atëherë do të tjetërsohet e gjithë peizazhi historik i mbrojtur do të tjetërsohet në mënyrë të pa kthishme, do të bëhet pak a shumë si projektet që po bëhen poshtë llogoras, të cilat kanë përfundimisht ndryshuar peizazhet e vijës bregdetare. Domethënë do përfundojë një pasuri botrore në të njëjtën katastrofë urbane si liçeni thatë praktikisht. Unë mendoj që nëse kjo do të ndodhi dhe kam informacion që po bëhet përpjekje për të ndodhur, e para një që Butrin do të hiqet nga lista e pasurisë botrore të mbrojtur, pra se nuk ka marrë arsye të bëhet. Por mendoj unë do të krijohet një presion shumë i lartë edhe ndaj vetë zonës arkeologjike të Butrintit. Dhe do të marrin përfundimisht, do të marrin fund e gjithë peizazhi historik. Pra Butrinti duhet kuptoni diçka dhe shpesh herë është e rëndësishme që të kuptohet konteksti historik. Ky program ose ky plan ishte parashikuar në qeverinë Berisha 1, ku e gjithë zona do të kthehej në një zonë me një dënësi të lartë turistike, por në 98-99, fal ndërhyrjes kryeministrit të kohës Nano, presidentit Mejdani, ministrit kulturës Rama dhe ministrit kulturës Dade, u bëhe mundur që ato projekte të hiqeshin dhe zona të shpallej pasuri botrore nga UNESCO dhe park kombëtar. Pra të ruaj përfundimisht në dobi të publikut shqiptar dhe të brezave që do vinë. Tashmë, ky projekt po rikthehet përsëri me një intensitet edhe më të lartë, i cili do ta shkatërrojë zonën përfundimisht. Dhe nuk do të ketë më as zonë mbrojtje dhe as Butrin. Interesante shumë, mendoj unë, është fakti që me gjithë betejën e madhe që unë personalisht kam bërë dhe me të tjerë njerëz të përfshirë ndaj menaxhimit të Butrinit nga një fondi huaj që është AHDF-ja. AHDF-ja do jetë gjysma e keqes, sepse të paktën nuk po ndërton. Ndërkohë imagjinoni një palas tjetër në Butrin, se çfarë do t'i bëjë zonës. Tare, kurioziteti im këto momente është, më dukeni sikur vetëm ju shqetëson ajo që ndodh në një hapësirë që prek me dhjetra fshatra, zona, vendbanime, interesa, qoftë edhe monetare, komunitete, minoritete dhe dëgjojmë vetëm aurontare. Nuk i bën përshtypje mos jeni ju në anën e gabuar të historisë? Edhe mundet. Edhe unë ndonjëherë dyshoj që mund të jem unë në anën e gabuar. Por mendoj që koha do ta tregojë. Fakti që zona është pasuri botrore, zona e mbrojtur, dhe në fakt përveç kësaj, përveç kësaj, është dhe një nga trashëgimit e mëdha të lëna për publikun shqiptar dhe siç thash më përpara për brezat e ardhshëm, nga një sër njerëzish, të cilët disa prej tyre nuk janë më në jetë, disa të tjerë janë, por dhe një brez i madh i arkeologëve, i njerëzve të cilët për vite me radhë kanë qenë pjesë të trashëgimisë kulturore kombëtare, janë përpjekur, kanë luftuar që ajo zonë të mbrohet, të ruhet, dhe nëse do të zhvillohet në këtë mënyrë, siç po bëhet manastiri, pra është e vërtetë që para disa vjetësh kur unë dhe të tjerë kemi folur kundër projektit manastirit, dhe sot publiku na jep të drejtë kur shikohet se çfarë bëhet atje. Pra i kanë dhënë përfundimisht një goditje të rëndë peizazheve historike, zonave të mbrojtura, sigurisht për përfitime të disa njerëzve dhe jo përfitime të publikut shqiptar dhe jo të brezave që vijnë.